Zgjodhe fillimisht modelin e flokëve, stilimin apo modelin që do vinte? Modelin që do vinte. Dhe pastaj zgjodhe stilimin. Bravo. Që ti përshtatet. Normal. Në rregull. Sepse çdo stilim përshtatet modelit që neve zgjellim, ose klientit. Këtë gjë neve e themi gjithmonë, kërkojmë t'ja mësojmë dhe t'ja bëjmë qartë dhe nxënësve gjatë mësimit që japim ke akademia jonë, sepse shumë e rëndësishme që neve të krijojmë dhe mos shkojmë të vendosim dhe të krijojmë vetëm një stilim, sepse dim vetëm atë. Neve duhet përshtatim stilimin bazë stilit të klientit. Tani ti po bën hapin e parë, që është hapi bazik, kryesor, që bën në çdo lloj stilimi, pak a shumë, në çdo lloj. Se besoj që ka disa prerje modele që nuk e pranojnë. Pastaj do të vazhdohet përsëri me këtë... Me një makinet më të vogël, sepse do shkojmë të krijojmë vizën laterale, ansore. E thash italisht, laterale. Në rregull, nuk ka problem, se mirë kuptojmë, pasi tashmë e dim që Ani ka punuar dhe jetuar për një kohë gjatë në Itali dhe edhe aq sa që flet shqipen e flet goxha mirë. Faleminderit. Tani, Ibrahimi, sa kohë ka pa prerë flokët? Ibrahimi ka 5 ditë, 6 ditë? 5 ditë. Po. Ibrahimi duke që i buzëqeshur në të që bëm. Kur ne shkojmë... Kur shkojmë me krijuar një ndarje ansore, gjëja kryesore është që gjejmë pikën eksakt. Pikën eksakt e gjejmë bazë simetrisë të fytyrës tonë. Sepse rrezikojmë që ta bëjmë më shumë të lartë ose shumë të ulët. Në këtë rast, shkojmë e mizurojmë gati ke treqeriku vejtullës. Ibrahimi e ka kërkuar vetë këtë model, apo ja ke sugjeruar ti në fillim? Që të dy. E kemi gjetur që të dy. Ore, që të dy, nuk keni rastisur ju që të dy nëzorët fotot edhe... Jo, që të dy, sepse ranë dakord. Unë isha për me bërë pak më gjatë nësore, sepse më përqenë preret më me mu së përqenë përdor shumë makinet. Sepse për mu berberi duhet përdori më shumë gëshërët. Unë jam stile retro. Ti do pak flok më të gjatë. Po, mu përqenë përdor gëshërët. Që të bëjnë këto... Bënë. Eksakt. Këto kalimet të flokëve që janë kinematografike.